Nxënësit e shkollës fillore Migjeni në Tetov shënuan ditën botërore të ushqimit duke promovuar ushqim të shëndetshëm për një jetë të shëndetshme. Ky aktivitet u organizua me mbikëqyrjen e arsimtarëve të shkollës me koordinatore Bukurie Kahrimani. Në këtë panajir të ushqimit, nxënësit promovuan ushqime tradicionale që kishin përgatitur në familjet e tyre. Për rëndësinë e panajirit me ushqime tradicionale tetovare, arsimtarja Bukurie Kahrimani, e cila është edhe koordinatore e këtij projekti, për televizionin Koha deklaroi: Sot është dita botërore e ushqimit, do me thënë rëndësia e ushqimit të shëndetshëm dhe mirënjohje për kafshatën që kemi. Do kisha thënë se ushqimi nuk është vetëm nevojë, është kujdes, dashuri dhe bashkimi i njerëzve. Ushqimi i shëndetshëm mund të themi se është edhe çelësi për një jetë të gjatë dhe të lumtur. Koordinatoria tha se janë shumë të kënaqura me ushqimet që prezantojnë nxënësit e shkollës fillore Migjeni dhe falënderoi prindërit e nxënësve për bashkëpunim. Sa i përket ushqimeve, jemi shumë të kënaqur, ka një llojshmëri të ushqimeve duke u nisur nga ushqime tradicionale. Njëherët edhe përsëri mund të them faleminderit edhe prindërve për bashkëpunimin, për përkrahjen dhe mbështetjen që na kanë dhënë në realizimin e këtij panajiri. Në panajirin e ushqimit në shkollën fillore Migjeni ishin edhe një numër i madh i prindërve të nxënësve, të cilët ishin të lumtur me atë që kishin përgatitur fëmijët e tyre.